nxënës dhe student të studioni jashtë vendit si një mundësi më e mirë për të përmirësuar njohuritë profesionale, por edhe për nisjen e karrierës së tyre. Studimet jashtë vendit janë një drejtë për këto, pavarësisht se shpesh e themi me dhimbje se po na ikin të rinjt. Por ka nga ata që pasi ikin e mbarojnë këto studime, diplomohen, kthehen sërish në Shqipëri. E duam diskutojmë sot se sa e lehtë apo e vështirë është për dikë që studion jashtë. A është ky një avantazh që diploma e huaj në tregun shqiptar ditët e sotme, apo është njësoj për gjithë dhe janë faktorë të tjerë ata që vendosin nëse ti do të ecësh në karrierën tënde apo do të ngecësh në të njëjtën karrierë. E për të folur për këtë ne kemi sot dy të ftuar. Sonja Peshtani është studente aktualisht edhe pse ka një diplomë holandeze në nanobiologji. Në nanobiologji tani po studion Unë tani studioj arkitekturë, po. Arkitekturë këtu në Tiranë dhe Gerti Boshnjaku sipërmarrës e një njohës i mirë do thosha unë i tregut të punës e të rinjve që janë në këtë, kështu që donim të kombinonim për të marrë këto këndvështrime. Mirëmëngjesit të dyve, mirë se keni ardhur. Mirëmëngjes, faleminderit. Ne në fakt e nisëm qysh herët në mëngjes një diskurs vogël me Blendin, i cili është kthyer nga Amerika dhe njëjtë si Sonja, e cila është kthyer tashmë nga Hollanda, po. Ka një arsye? Ka, janë gjithmonë në situata të tilla janë një mori arsyesh, pra janë arsyet e parapunës sepse të merr malli, jo për të qenë kështu nacionaliste apo patriotike, po të merr malli për familjen, të merr malli për qytetin ku je rritur, për shoqërinë, patjetër. Dhe sigurisht pastaj është janë edhe ato mini dispatat që mund të kesh pësuar gjatë jetesës tënde aty, që mund të jenë të lidhura ose jo me karrierën tënde akademike apo profesionale. Ti tani studion, ke një shkollë të dytë apo jo? Unë tani po kryej këtë shkollën e dytë që është arkitektura. Që do të thotë në lexojmë midis rreshtave Sonja se me nanobiologjin nuk ishte mjaft, Shiko, nga ana akademike është më shumë se mjaft. Pra është një shkollë që të jep një background shumë të avancuar në pak a shumë të gjitha disiplinat e shkencave. Por nga ana profesionale është pak treg selektiv pune. Në Shqipëri është inekzistente, po nuk ka problem se Shqipëria nuk ka nevoja të tilla, por do thosha që edhe jashtë është pak treg selektiv. Pra grantet nuk janë aq të shumta sa mendojnë njerëzit. Grantet flasin për financimet e researcheve, po. Kërkimore. Dhe në fund të ditës edhe rrogat sipas granteve nuk është se janë ato që pret ti kur del nga shkolla, po është edhe pak prepotencë që ti qasesh kësaj fushë, e cila në vetvete jo vetëm që është në frontin e shkencës, po është edhe në frontin e humanizmit të njerëzillikut, edhe të thuash që po prit se kjo s'pas ka kompensim të lartë financiar. Si gjithsesi duhet ta bësh pak me atë. E zgjodhe vet, më fal se po të ndërprer. E zgjodhe vet degën në Holland? E zgjodha vet, ishte rastësi në fakt, sepse unë kisha zgjedhur universitetin, domethënë kisha shumë qartë universitetin ku doja të shkoja. Kisha më shumë afinitet ndaj degëve të tjera, siç mund të ishte fizika ose inxhinieria, edhe arkitektura. Dhe duke parë në website-in e universitetit, më doli kjo dega e thash, po kjo çfarë është? Të eksperimentojmë. Po. Diçka e panjohur për Shqipërinë edhe shqiptarët. Edhe për mua. Që është pak rast specifik ky, ti se mund të kishte menaxhim biznesi apo ku diun diçka. Inxhinieri kompjuterike që do ishte shumë e kërkuar. Po Gerti, si shikon ti me gishtin tënd në pulsin e tregut punës? Edhe un kam dëshirë të kapem pak të një 2-3 raste konkrete të qasja jon si punëdhënës, se si i shohim ne njerëzit kur vinë për të aplikuar. Kam 2 raste. Një që është rast shumë pozitiv, që para 2-3 ditësh bile u njoha me një person e cila po studionte në Hollandë ajo, edhe na solli puna apo kryente një internship në Shqipëri. Pra, domethënë ishte një personazh që studionte biznes internacional në Hollandë, erdhi në një kompani shqiptare të bëjë internship, ne na lidhi puna dhe në punë sipër unë thash, wow, kjo është një talent. Edhe direkt kur shef dikë që është aq i mirë e kështu thua, shiko, kjo mendoj që nga që ka studiuar jashtë, tani ka marrë aq njohuri, aq aftësi dhe është këtu në tavolinë me ne dhe po tregon maksimumin e saj. Mirë po, kam dhe një rast tjetër, pra duke menduar për temën, kishte rasti pozitiv, duke menduar një rast para disa vitesh, ishte dikush që na ofrua në punë, na nevojite një menaxhere projektesh, po themi, që erdhi nga një studim jashtë vendit, nga një eksperiencë bile edhe jashtë vendit, dhe u fut në pozicionin ton. Kërkesat për pagën ishin 2 herë ose 2.5 herë më të larta se sa
punojnë siç ishin po në atë pozicion në Shqipëri. Kërkesa që pati kandidati. Kandidati ishin të larta dhe ne, si thosh, menduam me këtë qasjen që vjen nga jashtë, ka kulturë pune, ka ekspertizë, edhe nga intervista e morëm. Mirë po, në eksplorime sipër. Të gjitha kriteret e atij që Po, patjetër duke kaluar në gjitha kriteret dhe menduam që ishte shumë e mirë. Mirë po, kur e pam në pozicionin me të njëjtit njerëz që kishin eksperiencë te kompania jon, kishin studiuar në Shqipëri, pra asnjë jo vetëm që s'kishin dallim, përkundërzi këta që ishin në Shqipëri, ishin shumë herë më lart, edhe paguheshin, po themi 2 herë më pak. Pra janë të dy anë të medaljes. Dua të deduktojnë çik këtë te kjo pjesa e kësaj që ne flasim për shkollim, por praktikisht nuk është vetëm shkolla, ajo që është aseti kryesor i atyre që vinë. Pra praktikisht dikush shkon për shkollë, por nuk merr vetëm shkollimin. Merr këndvështrime të reja, pikpamje të reja, ekspertiza të reja ose industri të reja, në cilat si rasti nanobiologjisë këtu nuk mund ta bëje, ndërsa dikush që është atje merr një ekspertizë të re. Çfarë ke studiuar? Menaxhim biznesi. Në Shqipëri? Në Shqipëri. Dhe këtë dua të them që ti merr shumë gjëra kur shkon diku tjetër. Edhe kur themi jashtë, mbase nuk duhet të themi vetëm jashtë shtetit, sepse jashtë shtetit universitet mund të ketë edhe në Kamerun, edhe në Bangladesh. Ashtu është. Edhe jo vetëm në Hollandë. Shqiptarët, zakonisht se s'di asnjë që ka mbaruar në Kamerun, me thënë drejtë. Jo, dua të them se edhe në vende të tjera, pra edhe në Bullgari apo ku diun Rumania, apo gjëra të tilla. Edhe vetë brenda shtetit ti ke goxha diversitet në nivelin e universitetit. Tani kemi, ka qenë ideja që shkoje jashtë e merr një universitet më të mirë amerikan, po themi kot. Tani mund i kesh këtu ca zgjedhje të tilla, bile tani ka filluar dhe kjo pjesa që të huajt vinë bën universitete këtu dhe dua të them këtë që nuk është vetëm shkolla. Ça vëmë re, është shkollimi është i mirë, por je ti, vlera bazë, e dyta sa ti e përdor shkollën, sa ti qasesh në atë ambient dhe praktikon më të mirë në atij ambienti dhe nëse ai ambient që ti e praktikuar është i mirë në industri të caktuar dhe ai industri është fituese në tregun e punës, atëherë ti mund të jesh fitues. Pra janë disa faktorë. Tu e lidh pak me këtë pjesën që edhe Sonja tha disfatat. Unë nuk them disfata, janë eksperjenca, sepse praktikisht Po mirë, varet ku shkon, ku qëllon dhe ku bie.